e konsideron thot të pist, e pse e krijoi pra derrin? Me ka një pist hiç se kish kriju, po mos na kallëzo ëndra. Atëherë Zoti i qetësisë ka kriju shumë krijesa, por jo çdo gjë që ka kriju i madhi Zot duhet ta haj njeriu. Thiri mendjes baki. Ajo është e pist për ta ngrënë ti, por nuk do të thotë që për diçka tjetër, për një funksion tjetër, për pyllin apo për kafshët e pyllit nuk është e dobishme. Për ty si njeri është e domshme. Konsiderohet kafshë e pist, ndalohet ngrënia e mishit të saj, por kjo nuk do të thotë që ajo për një funksion tjetër ose për një çështje tjetër që ti, unë apo dikush tjetër nuk e di murtësin, nuk do të thotë që ajo nuk ka dobi për atë gjë. Ndërsa për ne si njerëz, ajo kafsh, ngrënia e mishit të saj, pra derit, ngrënia e mishit të derit, është e ndaluar, sepse Zoti i gjatësisë e konsideron atë të pist në Kur'an dhe e ndalon ngrënien e mishit të derit.